tash nga grupi parlamentar i PDK-s vërtet më habitshëm. Për shkak se këtë pikë kemi diskutuar së paku 2 herë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit, asnjëherë nuk ka pas kundërshtime. Madje në mbledhjen e fundit të kryesisë, kur është caktuar për të hënën që të diskutohet kjo pikë, vetë kryetari i grupit parlamentar të PDK-s ka thënë që ndoshta është më mirë ta diskutojmë të njëjtën. Dhe pastaj gjithë jemi pajtuar që jo, është më mirë ta diskutojmë të hënën. Dhe tash po thotë që duhet ta shtyjmë. Në anën tjetër, është po ashtu absolutisht e paarsyeshme kjo shkresë që ka pru qeveria të premten, neve na është dërzuar të premten në ora 3:30, ku thotë se mirë kishte me qenë që tjetë edhe qeveria këtu. Ndërkohë që kjo kërkesë për debat parlamentar për privatizimin, e cila është dorëzuar nga unë më 8 gusht të vitit 2012 në kuvend, i ka shkuar 1 muaj përpara ministrit dhe ai na ka kthyer një përgjigje shumë të thjeshtë në 2 faqe kryesisë së kuvendit dhe deputetëve, ku thotë që qeveria nuk ka çfarë të thotë në këtë çështje, për shkak se nuk është çështje e qeverisë. Ju kujtohet fort mirë, atë shkresë ne kemi lexuar në kryesi. Madje ka pas diskutime në kryesi të kuvendit. A ftojmë OKP-n apo jo? Kërkesa për debati është dërguar edhe OKP-s. OKP-ja nuk ka dërguar kurrë shkrese për sa i përket këtij debati, as informat dhe as gjë tjetër. Dhe tash kërkohet të shtyhet me arsyetimin që duhet të jetë tu qeveria dhe duhet të jetë tu OKP-ja. Ndërkohë që të dyja këto kanë refuzuar kategorikisht të marrin pjesë në këtë debat. E dyta që duhet të thënë këtu është se mungesa e qeverisë në këtë debat nuk është e rastësishme. Këta kanë ditë që debati po bëhet. Ky rendit është vendosur të martën e kaluar. Pra të gjithë ministrat, përfshirë kryeministri, kanë qenë të informuar se të hënën në Kuvendin e Republikës Kosovës do të debatohet për privatizimin. Nuk kanë pasur interesim të marrin pjesë në këtë seancë, madje duket se i kanë ikur qëllimisht kësaj seance. Dhe tash po kërkojnë që ta shtyjnë seancën në mënyrë që të përgatitemi, siç e tha shefi i grupit parlamentar. Prej 8 gushtit kanë pas kohë me u përgatit. Pse nuk janë përgatit? Pra nëse nuk kanë mujt me u përgatit për 2 muaj, nuk do të përgatiten kurrë. E natyrisht s'kan çka përgatiten se s'kan çfarë thonë në këtë çështje. Dhe çështja e tretë është se e kemi diskutuar edhe këtë në kryesinë e kuvendit. Ky është debat parlamentar, ku deputetët do ta debatojnë një temë të caktuar dhe në fund do ta votojnë një emocion të përbashkët, një rezolutë të përbashkët, po që se dakordohen. Kaq. Nuk ka këtu kurrë nevojë që të jetë qeveria, po që se qeveria do të marrë pjesë, është e mirë se ardhur. Mirë, po kjo nuk është interpelancë ku e obligon qeverinë që të jetë e pranishme në këtë debat. Dhe me sa po e shohun ne këtu qeverinë të pranishme kemi 3 ministra. Ishte edhe një zëvendës kryeministër më herët. Pse nuk e kanë marrë ta përsipër ta mbrojnë këtë çështje? Pse duhet domosdoshmërisht vetëm një ministër të flet për këtë? Ka mund t'ia barë dikujt tjetër, nëse s'pas ka mund t'i lë ato obligime të tjera që i ka institucionale. Po them edhe një herë, lëvizja vetë vendosja është kategorikisht kundër që të shtyhet kjo pikë. Është shtyrë mjaft. E dini se me rregullore çfarë do mocioni që dorëzohet në kuvend duhet të votohet për brenda 3 javëve për momentin të dorëzimit, ndërkohë që jemi vonë me 1 muaj e diçka. Domethënë nuk është as procedurale që të shtyhet dhe as politike që të shtyhet dhe ne kundërshtojmë këtë kategorikisht të jemi që sot të mbahet debati gjithsesi. Faleminderit.